Ditën e sotme është mbledhur Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve e ndërkohë prokurorët e Spakut kanë bërë me dije se disa të fortë Belinda Ballukut kanë kërcënuar disa dëshmitar. Për të folur mbi këtë mbledhje të Këshillit Mandateve dhe këtë deklaratë të fortë të Spakut, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Markoçi, analist. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve. Zoti Markoçi, si e pat këtë deklaratë të Spakut? Vërtetuam atë që kam deklaruar ndërkohë, që është në momentin kur Belinda Balluku është marrë pa ndehur, kur kam thënë që Rama nuk ka këllqe për ta shkarkuar Belindën, dhe Belinda nuk jep dorëheqjen. Dhe ajo që kam thënë që nëse do merret një vendim i tillë për shkarkimin e Belinda Ballukut, pra Rama i fraksiohet apo do përballet me atë me dhunën e rrugës. Dhe kjo është dhuna rrugës, nuk është gjë tjetër. Nuk kemi të bëjmë në një akt tjetër, për sa kohë Spaku e deklaron dhe e bën publike një gjë të tillë, do të thotë se është e vërtetë dhe unë nuk mund të dyshoj në asnjë moment që organi i akuzës mund të dalin me deklarata të tilla, të cilat bien ndesh pastaj me pozicionin e tyre që vetë ata kanë. Ajo që të bën përshtypje është se kur del Spaku dhe deklaron, do të thotë se janë të vërtetuara katërcikërisht ato veprimet të cilët janë bërë karshi personave të tjerë, qoftë intimidimi i personave apo kërcënimi i personave si dëshmitarë që janë, qoftë në dhomat e paraburgimit apo dhe persone që mund të jenë jashtë, që nesër priten të thirren si dëshmitar ose si janë thirrur si dëshmitar në organin e akuzës. Kështu që vërtetuam edhe një herë që Rama ka ndërtuar të mafia shtetë dhe mos harroni se nuk është thjesht kërcënim i grupeve, po është kërcënim i vetë Ramës që ju bën personave të tjerë. Dhe Rama këtë kërcënime ka bërë edhe publikisht, duke mbledhur grupin parlamentar dhe duke i kërcënuar pikërisht deputetët e tij me dosit që ata kanë, apo që ai në thonjë se apo i mbron para drejtësisë, para Spakut. Kështu që jemi në këto kushte, në kushtet e një amullie shtetërore, në kushtet ku nuk ekziston më fjala as pushtet nuk ekziston më, por se shtet jo, po as pushtet nuk ekziston më, përveç se një fjale që quhet mafia shtetit drejtuar nga Edi Rama. A duhet shqetësohemi kur Spaku deklaron që disa të fortë kanë kërcënuar në emër të Belinda Ballukut, pra çfarë duhet bërë në tilla raste? Thash edhe një herë që unë e kam lajmëruar që do filloj lufta e rrugës, dhe kjo është lufta e rrugës kur dalin këta të ashtu quajtur të fortë dhe kërcënojnë dhe bëjnë të gjithë veprimet antiligjore apo veprimet të cilat pavarësisht se thohen në emër Belindës apo flasin në emër Belindës, duhet të keni parasysh një gjë, të gjitha janë të komanduar dhe të dirigjuar nga vetë Rama. Nuk ka njëri tjetër që mund dalin mbi Ramën, dhe kemi vërtetuar gjithmonë, është në çdo dosje, në çdo kallëzim, në çdo gjë që del, çuditërisht të gjithë puthen apo fiet çojnë direkt ke Rama. Nuk ka asnjë lloj vendimi që mund bëhet pa miratimin apo dëshirën e Ramës. Kështu që ato grupe kriminale në mafia shtet gjithmonë ekzistojnë këto grupe të komanduar nga kryetari i tyre që kërcënojnë, qoftë duke përdorur edhe emra të tjerë, në rasti në fjalë duke përdorur emrin e Belinda Ballukut, se nuk përdor dot emrin e Ramës. Por të jeni të bindur që të gjithë komandohen vetëm nga Rama, nga askush tjetër. Dhe gjithë to janë hedhur në sulm për të vërtetuar edhe një herë forcën që Rama ka mbi të gjithë ata që quhen deputet apo ata të cilët kanë punuar me të, kanë vjedhur me të, kanë firmosur për të, por sot ata nuk duhet të mbyllin gohen dhe nuk duhet të flasin dhe nuk duhet të tregojnë atë çfarë ka ndodhur në ato institucionet e tyre. Kështu që jemi po në të njëjtat kushte. E frikshme është që në një shtet
bandat komandojnë apo të fortët bëjnë ata që bëjnë ligjin, por realiteti ky është. Gjithmonë e kam thënë që më vjen keq edhe ajo opozita e mefsht që ndodhet aty që është thjesht për kopertur, edhe ajo vazhdon akoma me atë teorinë e narkoshtetit dhe nuk do dhe opozita nuk do ta pranoj apo nuk do ta citoj atë mafjen shtet që ka ndërtuar Rama. Arsyet pastaj duhet i thot vetë opozita pse se pranon. Besoni që do ketë një vendim pro heqjes së imunitetit për Belinda Ballukun? Problemi nuk qëndron tek ajo a do ketë një vendim pro apo kundra. Unë ju kam thënë që Rama vërtet ka 83 mandate deputetësh, por nuk ka shumicën e votave për ta mbrojtur Belinda Ballukun në seancë plenare. Kjo për shumë arsye, sepse aty do të jetë qoftë ambasada amerikane, qoftë diplomatët europian, qoftë edhe vetë SPAK-u, do jenë pjesëmarrës në atë votim dhe ajo që është kryesorja është se është votim i hapur, nuk është votim i fshehur, pra do deklarohet vota. Është votë e deklarueshme në këtë rast, nuk është votë e fshehtë që ti mund manipulosh. Në këtë pikë kam thënë që prandaj kam theksuar gjithmonë që Rama ka 83 mandate, por nuk ka forcën për të detyruar deputetët të votojnë kundër heqjes së imunitetit Belinda Ballukut. Rasti fundit kur u bë votimi, ju e mbani mend shumë mirë që u bë një votim me 67 vota. Rama nuk arriti do të merrte votat e plota të 71 vota për të kaluar ligjin. Dhe Peleshi luajti atë pjesën pastaj e ngatrimit e mëdhet tash njërin tjetrën. Por tregoi hapur që vota nuk kishte. Edhe vërtetohet që vota nuk ka për ta mbrojtur Belinda Ballukun nga imuniteti, por do luaj lojën tjetër, jam i sigurt që do lëvizet një lojë tjetër me shtyrje të komisionit, do kërkojnë njohje më shumë, nuk di se çfarë mund bëjnë në një lojë, për të mos e quar në sallën e kuvendit. Nëse do e çojnë sallën e kuvendit, jeni të sigurt pastaj që do t'i hiqet imuniteti. Çfarë ndodh nëse Belinda Balluku jepet autorizimin për të arrestuar atë? Do thotë që edhe Rama është drejt një përfundimi dramatik, le të themi? Që Rama është drejt përfundimit dramatik, kjo nuk do shumë syrish për ta parë, për të vetëm arsye sepse jemi në një situatë ku thash qoftë përgjimet telefonike, qoftë mënyra e kallëzimit që kanë bërë të ndaluarat apo të pyeturit në SPAK, të gjitha shkojnë direkt tek Rama dhe plus pastaj që në SPAK-u, atë që kam deklaruar që SPAK-u i ka të gjithë dosjen e ka gati, nuk ka se e ka gati. Dhe ajo që është kryesorja, e kam thënë para 1-2 muajsh, ndoshta kur ju hapi, është i vetmi kryeministër që është me precedent penal. Pra është me dosje të regjistruar në emër të tij dhe në emër të Erion Velias për 5 majin. Çuditërisht nuk e kam dëgjuar ndonjëherë opozitën ta deklaroj këtë. Megjithëse opozita pretendon se ka shumë informacione nga SPAK-u, e ka njerëz që i japin informacione dhe bën informacione, por askush deri më sot nuk e kam dëgjuar që të dalin dhe të thonë që po. Edi Rama ka një dosje me numër të regjistruar për një kallëzim penal. Dhe kjo është me vendim gjykate, nuk është se është i bërë nga dikush, është me vendim gjykate. Ka marrë vendim gjykate për të regjistruar çështjen penale ndaj Ramës dhe Velias për sa i përket 5 majit. Kështu që Rama është i vetmi kryeminist që është me dosje penale të regjistruar dhe të gjithë veprimet që po bën Rama tashmë po i bën pikërisht për të mbrojtur veten e tij, qoftë edhe ndryshimi i nenit 142 të kodit procedurës penale për të hequr pezullimin, sepse ai ka frikën e tij për sa i përket pezullimit të tij nga detyra, me vendim po të gjykatës. Kështu që Rama është në këtë lloj loje, pa përmendur pastaj aferat e tjera apo vjedhjet që janë bërë galopante. Tashi ka një problem, nuk ka shqiptar më shqiptar që të mos ta shoh
janë të paktën minimalisht, po marrin vetëm rrugët, janë gjithë rrugët e Shqipërisë, janë gjitha të shkatruara, të bllokuara, të shëmbura, tunele të shëmbura, tunele që pikojnë ujë, tunele që janë jashtë funksionit, rrugë që duhet të ishin bërë dhe s'janë bërë, kemi urat që duhet të ishin bërë, që janë projekte nuk janë bërë, lekët janë vjedhur, janë bërë, janë marrë. Dhe të gjitha këto janë në ndikimin e Ramës vetë si kryeministri i këtij vendi. Dhe nuk ka njëri tjetër se kushte, sepse në të gjithë inaugurimet e rrugëve Rama ka qenë prezent. Dhe çuditërisht ato rrugë që Rama ka inauguruar, ato rrugë kanë në rënë. Rasti fundit është rruga Librazh Prenjes që është e bllokuar për ditësh vetëm e vetëm sepse ka shkatërrime të rrugës, ka rënje të dherave, të bllokimet. Pra jeta e njerëzit në Shqipëri është shumë e rrezikuar pikërisht nga punimet që kanë bërë këta rrugë. Kështu që në të gjitha rastet Rama është i penalizuar dhe nuk mund t'i shpëtoj drejtësisë. Po ajo që thash dhe po e ritheksoj edhe një herë, Rama ka një dosje të regjistruar, një kallëzim penal të regjistruar me vendim gjykate për sa i përket prishjeve të pismajt atë që ndodhi tek 5 maj. Kështu që është i vetmi kryeminist që është me një akuzë direkte. Prandaj dhe Rama ka të gjithë këto lojra që po bën sot, qoftë me gjykatën kushtetuese, qoftë për ndryshim të kodit procedurës penale, me turistin që po bën kashi dëshmitarëve. Rama gjithmonë tashmë po shef fundin e tij dhe kjo është domethënë e padiskutueshme që do vi një moment ku pa mbushet edhe nuk mban më, do derdhet se s'ka ku shkon. Besoni që mund të ketë ndonjë vendim për pezullimin e zotit Rama nga detyra nëse dosja 5 majit është në hetim me sipër dhe mund të ketë ndonjë konkluzion nga prokurorët për këtë çështje? Dgjoj, Rama është munduar gjithmonë të nxjerrë atë teorinë dhe ta artikuloj në çdo vend atë teorinë e Republikës Prokurorëve, duke i bërë një barrierë, domethënë prokurorisë pagut, të cilit ai vetë mburrësh më të madhe që e kishte krijuar vetë. Dhe pikërisht ishte ky momenti që Rama nuk e priste, domethënë që prokurorët t'i dalin kundër ti, por nëse ti ke bërë një vjedhje, ke bërë abuzime me detyrën, ke bërë shitje pronash, trojesh, ke luajt aferë, ke shkel sigurinë kombëtare, ty populli nuk ta ka dhënë atë lloj imuniteti, atë lloj mandati, nuk ta ka dhënë për këto gjëra, populli ta ka dhënë imunitetin apo postin që ke për të çuar Shqipërinë përpara dhe për ta çuar mbrapa. Të gjithë deklaratat që po bëhen, qoftë nga Amerika, apo qoftë edhe nga Bashkimi Evropian, janë kundër Ramës. Sidomos pikërisht për ndryshimin e kodit procedurës penale, të gjithë deklaratet janë kundër Ramës. Dhe sidomos të Bashkimit Evropian kanë qenë hapur, domethënë kundër Ramës, që nëse ti do t'i ndryshosh këto, do të thotë se ne do presim negociatat. Pra do bëhet një blokadë totale. Unë kam thënë që Rama politikisht dhe diplomatikisht është i rrëzuar, fal ndoshta dhe kësaj mefshësisë opozitës që nuk është e aftë të veprojë, Rama qëndron në pushtet. Kjo është e gjitha, por jo se Rama nuk është i paprekshëm për sa i përket ligjit. Dhe çuditërisht jemi i vetmi vend në botë, themi, në Europë po edhe në botë nuk mund ndodhi në asnjë vend, sado i humbur të jetë, që të kesh zëvendës kryeministra e ministra, ti kesh të gjithë nëpër burgje apo të akuzuar apo të marrë si të panderur dhe ti të qëndrosh akoma kryeministër. Sepse patjetër janë varësit e tuaj, edhe sikur ti jesh me duart pastra fare, mjafton morali që njerëzit e tuaj kanë vjedh, kanë bërë, kanë shkatruar çdo gjë, ti duhet të largohesh nga ai post. Por Rama, atë që kanë thënë e ka detyrë, qoftë nga Sorosi, qoftë nga Kabala apo nga të gjithë organizatat, që Rama duhet të qëndrojë si kryeministri i Shqipërisë me çdo kush edhe me çdo formë, me çdo çmim. Ky është çmimi që Rama duhet paguajë tashmë dhe Rama do ta paguajë këtë çmim, nuk diskutohet.
se kur, sot apo nesër, këtë nuk mund ta them se nuk jam unë ai që vendos apo që firmos atë çfarë duhet i ndodhi Ramës, janë organet e drejtësisë. Të gjithë njerëzit jo se kërkojnë shpëtimin tek spaku, por njerëzit mendojnë të vetëm duke pas se janë zhgënjur totalisht nga politika, duke mos pasur më besim absolutisht tek politika, njerëzit janë kthyer tek drejtësia, tek spaku, duke e parë si një organ i cili do veproj për të ndaluar dhe këtë lloj shpopullimi, këtë lloj inflacioni, këtë lloj varfërie që ka në Shqipëri, do të ndaloj këta njerëz të cilët kanë abuzuar në mënyrën më të keqe të mundshme, të themi. Dhe pikërisht kjo është ajo që spaku del me nivel më të lartë të besueshmërisë tek njerëzit. Jo se kanë besim njerëzit tek spaku si spak. Ata kanë besim se do ndodhi diçka, qoftë edhe nëpërmjet influencave të partnerëve tanë ndërkombëtar, dhe spaku do veproj brenda ligjit, gjithmonë themi brenda ligjit. Unë nuk jam me atë që të bëj një gjë antiligjore apo antikushtetuese. Ti e çdo gjë brenda ligjit. Mirë, po nëse ti ke bër vjedhje, e kupton, vjedhja është gjëja më e madhe. Ti ke bër vjedhje, ke shit sigurinë kombëtare të kombit tënd, normal që gjëja më kryesore është që ti të largohesh nga ky dhe të përgjigjesh para ligjit. Megjithatë duket se në Këshillin e Mandateve antarët janë ndarë 5-5, ku 5 prej tyre kanë kërkuar që Belinda Balluku të jepet autorizimin për arrestimin e saj, ndërsa 5 të tjerë, ata të Partisë Socialiste, kanë kërkuar që të mos jepet autorizimin për arrestimin e saj, pasi sipas Ulsi Manjës, masat në fuqi janë të mjaftueshme që të hetohet në gjendje të lirë dhe të mos shkohet drejt arrestimit të saj. Si gjykoni këtë ndarje dhe me sa duket do i kaloj seancës plenare dhe më pas do votohen të dy raportet? E para gjë është që kjo ndarje 5-5 ishte qysh në fillim, nuk është se dolën sot kundra apo pro veprimeve të spakut apo kërkesës së spakut. Ajo që unë kam thënë që këtë 5-5 opozita duhet ta bëte që ditën e parë, nuk duhet kërkote asnjë ditë kohë, asnjë orë kohë. Opozita duhet të ishte shprehë që ditën e parë që ne jemi dakord me kërkesën e spakut dhe aty ta mbyllte. Opozita i dha një farë dore, sepse filloi që jo po duhen 3 ditë, jo po duhen 5 ditë, brenda 5 ditëve, brenda 3 ditëve, dhe ata shfrytzuan këtë lloj ngër që themi apo mos marrëveshje gjoja në thonjse sikur kishim opozitën, dhe pastaj arritën atë konkluzionin që avukati dhe ne, me që janë shumë faqe, kërkojmë që të ketë këtë. Por nuk e di se si do përfundojmë mbledhja, domethënë a do shtyhet apo do lehet një datë tjetër apo do kaloj direkt në seancë plenare, plus pastaj është edhe Peleshi i cili do vendosi se çfarë do ndodhi me atë dosje. A do kaloj 3 mujoshe, a do ta lej aty, apo do ta fusi direkt në seancë plenare, se është edhe kjo loja e seancës, kur e cakton seancën plenare, kur e bën, apo do të bëhen 2 raporte dhe do justifikohen, domethënë të dyja opsionet gjithmonë hidhen në seancë plenare, edhe sikur të jenë të 10 dakord, të dyja opsionet hidhen. Pra ka votën pro dhe votën kundër. Kur themi votën pro është vota që mos të hiqet imuniteti, dhe vota kundra është vota që të hiqet imuniteti, pra kundër deputetit, themi. Kështu që në të gjitha rastet kështu ka ndodhur kur është heqë imuniteti, ka pas vot pro dhe vot kundra. Edhe në këtë rast do ketë vot pro dhe vot kundra, nuk ka rëndësi se çka kalon në seancën e komisionit të mandateve. Problemi është, a do kalojnë seancë apo s'do kalojnë seancë? Këtu është gjithë filmi, a do kaloj apo s'do kalojnë seancë? Shohim a do e kalojnë seancë njëherë. Pastaj të flasim për tjera. Po kalojnë seancë, unë prapë ritheksoj, po kalojnë seancë, nuk besoj se deputetët do kenë aq guxim dhe aq kurajo, sa do të jenë të kapur, sa do të jenë në presionin e Ramës, nuk besoj, thash, sepse aty do jenë ndërkombëtarët, aty do jetë spaku, do jetë të gjithë, dhe vota është e hapur, nuk është votë e fshehtë.
Zoti Markoçi, prej disa ditësh qarku i Korçës është i izoluar pas shembjes së urës në zonën e Librazhdit. E ndërsa ditën e sotme Rama ka zgjedhur që të shkojë me helikopter në Korçë e më pas nga Korça drejt Vlorës. Si e shikoni këtë punën e investimeve publike në Shqipëri, sidomos në rrugë, dhe ndoshta edhe një lloj kashilliku ndoshta i zotit Ramaj që në një moment kur rrugët janë bllokuara për të shkuar drejt Korçës për qytetarët, kryeministri pra i pari i vendit zgjedh të marrë helikopterin dhe të shkojë drejt të qytetit Korçës. Para herë që ishte shtuna dhe e diela, e cila ishte katastrofë për të vajtur në Korçë. Njerëzit kanë mbetur me 4 orë, 5 orë në radhë, se ka rënë nga Gramshi. Ajo nuk është rrugë, domethënë nacionale për të mbajtur atë mbi ngarkesë. Dhe pjesa nga Librazhdi deri në Prejens është dëmtuar, është ruar e dëmtuar. Janë rrugët e bllokuara, të dëmtuara, dhe ajo që thash, ajo që të bie në sy është se çdo rrugë e tyre, çdo rrugë që është bërë në qeverisin e Ramës, e gjitha kanë dështuar. Të gjitha rrugët kanë rënë, janë rrëshqitur, thash edhe tunelet janë shëmur, janë rrjedhin, nuk kanë siguri, absolute nuk kanë asnjë lloj sigurie që njerëzit për jetën e njerëzve, që njerëzit kalojnë lirshëm aty dhe të sigurt. Kështu që Rama tashmë, duke qenë se Korça u bllokuar, Rama arrin të bëj atë kashillikun e vet, duke vajtur me helikopter. Nëse do të ishte një kryeministër tjetër, të paktën më minimalisht do kërkonte falje publike një herë për sa i përket gjendjes katastrofale që ndodhet ajo rrugë, dhe pjesa tjetër nuk do merrte guximin të shkonte, të paktën minimalisht në këtë moment nuk duhet të shkonte në Korçë. Nuk di për çka ka vajtur në Korçë Rama, a ka vajtur për ski, a ka vajtur për qefet e veta, sepse për ndonjë hallë në një punë për shqiptarët nuk besoj se ka vajtur. Por është ajo megalomania, ai narcismi që Ramën e ka mbërthyer tashmë në të gjitha aspektet e jetës, kështu që është kthyer në një narcis dhe mund të bëjë ç'të dojë, sepse është i lirë, nuk ka asnjë lloj pengese, jo vetëm nga partia vet, por edhe nga opozita nuk ka në një reagim, themi, i cili do t'i sjellë një dëm. Është një reagim i vagët, një reagim që nuk sjell absolutisht asgjë. Kështu që në këto kushte Rama tashmë po bën lojën e kungulleshës themi, dhe ai tallet me të gjithë dhe vendos ai se si do ndahet. Do ndahet 2 pjesa, do ndahet 4 pjesa, ai e di, vetëm ai vendos, ai është i gjithë pushtetshëm. Nuk ka njëri tjetër, domethënë, sot për sot që ta ndaloj Ramën. Vetëm një revolt popullore mund ta ndaloj, asgjë tjetër. Si shpjegoj që janë investuar miliona euro në rrugë dhe rrugët në Shqipëri nuk janë në nivelin e duhur? Sepse në të gjithë rrugët ka abuzime, ta e quajnë abuzime, po ato janë vjedhje totale. Nuk ka kontroll rrugë, dhe të gjithë rrugët, ajo që kur është hap tuneli i Llogaras, e kemi diskutuar dhe tek ju e kam thënë që kur është hap tuneli i Llogaras, kam thënë që ky tunel nuk ka kolaudim, pra nuk ka siguri. Para se të marrësh në dorëzim një rrugë, bëhet kolaudimi i rrugës, firmoset nga inxhinier, nga grupi teknikëve, dhe pastaj rruga futet në funksion. Këtu nuk ndodh kjo. Këtu mund ndodhi çdo gjë, mjafton që të hidhet një asfalt, duket bukur në televizor, dhe rrugë me shiun e parë, në momentin e parë, me ngarkesën e parë, ajo çahet, bie, rrëzohet, sepse ato para që i hidhen për rrugë, ato vidhen. Jemi i vetmi vend që e kemi kosën e rrugës 5 fish më të lartë se sa Komiteti Evropian, ku ne pretendojmë që të futemi. Pra Europa nëse i ka 3 milion, 4 milion, ne i kemi nga 20 milion kilometrin e rrugës. Kështu që vjedhjet që janë bërë në Shqipëri janë vjedhje, domethënë, të paimagjinueshme, dhe këto vjedhje një ditë do dilnin. Rama mendoi se me atë bukurinë, me atë lapsin që vizaton ai, që hedh ato vizat, mendon se duket bukur në letër dhe do vazhdoj edhe gjëja siç është në letër, siç është e pikturuar në letër, por nuk ndodh kështu, sepse
ka terreni është gjë tjetër, terreni kërkon një studim të mirëfillt të rrugës, qoftë edhe për tabanin e rrugës. Këta rrugët tona nuk janë me taban, këta rrugët tona janë merre, hidhet pak çakull, hidhet asfaltin sipër dhe vazhdojmë, ecim përpara. Dhe nuk është hera parë që po bie. Ju ka dhe rruga e Korçës Seke, dhe ajo u shëm total, ju e keni parë dhe e keni reklamuar dhe vetë. Se ishte lajmi ditës në atë kohë kur u shem e gjithë rruga ran tokë dhe u pa që nuk ishte asnjë lloj tabani, asnjë lloj strukture të rrugës. Dhe kështu janë të gjithë rrugët në Shqipëri, nuk është se është vetëm njëra. Dhe prandaj them që këtu është vjedhjet janë bërë në mënyrë skandaloze. Nuk ka vend tjetër se ku mund vjedhë dhe llogaridhënia është zero. Dhe prandaj këta kanë frikën e spagut, domethënë sepse nëse do kemi një drejtësi reale, një drejtësi e cila nuk do jetë drejtësi politike, hatër mbajtëse e X-it e Y-it. Pra nuk do jetë një drejtësi e varur nga politika. Unë them se në Shqipëri do bëhesh një katraur në politikën shqiptare, sidomos në politikën shqiptare. Por një drejtësi e cila vazhdon akoma dënon njerëzit me 2 vjet, me 3 vjet dhe kanë vjedh miliardat e miliardave dhe nuk shoh asnjë lloj konfiskimi pasurie të askujt nga ata që bëjnë nga 1 vit burgë, nga 2 vjet burgë dhe pastaj gëzojnë gjithë pasurinë e tyre dhe vazhdojnë. Pra atë dëm që i kanë bërë popullit, atë dëm ata vazhdojnë ta gëzojnë, edhe pse ka bërë 1 vit burgë, 2 vjet burgë, s'ka rëndësi fare, qoftë edhe 5 let bëj. Por problemi është që drejtësia vërtet fillon me atë dënimin e personit, po më e rëndësishme tek drejtësia e cila quhet drejtësi reale, është kur bëhen edhe konfiskimi i pasurive, gjithë pasurive që kanë vjedhur ti populli. Zoti Mërkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.